Rritet kostoja e jetesës për qytetarët e Kosovës. Uji, energjia dhe pijet janë shërbimet dhe produktet që kanë pësuar rritje të madhe të çmimeve. Agjencia e Statistikave të Kosovës ka publikuar indeksin e çmimeve të prodhimit për 3 mujorin e parë të vitit 2026, sipas të cilit çmimet kanë shënuar rritje si në baza 3 mujore, ashtu edhe vjetore. Sipas agjencisë, çmimet janë rritur me 2.3% në 3 mujorin e parë të vitit 2026, krahasuar me 3 mujorin e 4 të vitit 2025. Ndërkaq, krahasuar me periudhën e njëjtë vitit paraardhës, çmimet e prodhimit kanë shënuar rritje mesatare prej 7.9%. Rritjet më të mëdha në baza 3 mujore janë regjistruar tek grumbullimi, trajtimi dhe furnizimi me ujë me 34.4%, prodhimi i pijeve me 15.9% dhe prodhimi i letrës dhe produkteve prej letrës me 9.6%. Sipas kësaj agjencie, rritjet e çmimeve pati edhe në prodhimin e metaleve, përpunimin e produkteve ushqimore, prodhimin e produkteve kimike, tekstilit dhe produkteve të gomës dhe plastikës. Efektet e luftës në lindjen e mesme janë një nga arsyet e rritjes së çmimeve, ndërsa për shkak të zgjedhjeve të shpeshta në vend kanë munguar edhe reformat e thella ekonomike dhe përthithja e investimeve të huaja. Së fundmi, Kosova është renditur se vendi i dytë më i varfër në Europë nga Fondi Monetar Ndërkombëtar.